Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se qeveria ka ndërmarrë një skemë mbështetëse për bizneset, e cila synon të lehtësojë kostot financiare që vijnë si pasojë e rritjes së pagës minimale në vend. Përmes kësaj nisme, bizneset do të përfitojnë kompensim financiar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Sipas skemës, periudha e kompensimit përfshin muajt nga janari deri në shtator të vitit 2026. Kjo masë është ndërmarrë për të mbështetur sipërmarrjet në përballimin e rritjes së detyrimeve financiare, duke garantuar një kohësisht stabilitet në tregun e punës. Ndërkohë, përfitues të kësaj skeme janë bizneset që kanë punonjës me paga në intervalin 40.000 deri në 49.999 lek, bazuar në nivelin e pagës së deklaruar në muajin shtator 2025. Për këta punonjës, shteti do të mbulojë një pjesë të kontributeve për periudhat kontributive nga janari deri në shtator 2026.